A pret ti fukaraja marrë me ta shtrit dorën më përshërsu për atyja. Po ka fukara që pasha Allah për buk des e kur dorën s'ta shtrit. Shka nëse ti ki pare, njëtën tane, kërkuj s'ta sheh hajrin në shtëpinë tane ose në familjen tane. Shka është kjo pjesë që ti ki pare? Kam pare unë, edhe kam një point të që kam pare. Thojnë, kam pare du më mungu lafi. Po s'mungot lafi. Pare s'ta bëj me ta ngu njerëzit lafin. Asnjëherë. Kur kiti pare, hapi syt këshiri ku shka nevoj ti nimojsh. Këshire qatë familjarin tanë që ndoshta është tekë, tu hejt në shpjene vetë. Ndoshta s'munët mi adal mujt në qosh, me rogë, ati këne luksët, saltanatët si ndalë as njerë. Gabim total. A pret ti fukaraja marrë me ta shtrit dorën më përshërsu për atyja. Po ka fukara që pasha Allah për buk des e kur dorën s'ta shtrit. Për këtë arsye, vetë disim për njerëz të pasur. Vetë disim, mere, a do më bo si Karunja. Mi përdur këtë forma për e bo pare me thonë për ngot lafja. A di që ngot lafi milionerit, di që ngot lafi. Veç me një punë. Kur e dëshmon që zemrën e ka gjonë, kur je pare para Allah, je pare, ja u largon streset, ja u largon problemet, e kur ja u largon problemet, kur njerëzit e shohin se ky kanë zemër gjanë, çfarë mund të bëjë lafi? A pse je ti milioner me të hul kryet venita? Po s'tul me kush? Ara këtë pjesë. Po të hul me ato që janë shishmu mas parave, se njerëzit që e kanë kuptuar realitetin e jetës, njerëzit që e kanë kuptuar se parja është vetëm një mjet për me jetu, valla nuk shyrin gjithashtu. Njerëzit e vlerësojnë besnikërinë, njerëzit e vlerësojnë zemërgjërsinë, njerëzit e vlerësojnë bujarinë, njerëzit e vlerësojnë humanizmin, njerëzit të cilësi i vlerësojnë. Nuk e vlerësojnë që valla ti ki pare, ki pare për vetë ki pare. S'ki për mu pare. Shka nëse ti ki pare, a me t'lavdru tyja, a me t'arë ty për masa. Ja me vllajem ti ki pare për vetin, ama kur t'lipët puna për me dhanë, nëse jetë të vlerësojna, se di me vlerësu, ama kur di me nënçmu, di nga me të nënçmu. Vëllan, mos u ban shembull tyre Karunit, mos e merr shembull tyre modelin e tonë Karunit, po merr shembull tyre Abu Bekrin. Këtë pasurinë e dha për Allah. Këtë pasurinë e dha për Allah. Shkoi në dhomën e vet. Pasurinë ku e kishte, i mur krejt që kishte fatën, altare, gjithçka pasuri, i çoi rrugë të Allahut, edhe e mbushi sa nëkin e vet me gurzi, edhe ja vlen për mia për hurën që baba vet kur shkoi me prej ishte çor, nuk shifte me sy, e prekte treke, pas kalon diçka për neve. Ama sot e Abu Bekri përmendet miliarda herë. A di pse përmendet? Nuk ka qenë që është shu, se ka qenë njeri fuqishëm, jo ka qenë i dot, ama është shu me bujarinë e vet. A do mu shtu nesër të Allah. A do me qenë nesër baras ti cili ki pare të Allah me Abu Bekrin, po, sa je prej pasuristani. Ti s'munësh me dhanë ti ki, Allahu alem sa milione ki në bank, ti 100 euro dimën me dhanë, e mos të folja, ti këtë pasurin 10 milion, me pa 10 milion me dhanë për Allah, po të bjetë fikt.